zhvillimi i mëtejshëm i komuniteteve janë shumë më tepër se sa investimet që pa diskutim ne do t'i bëjmë. Këto zgjedhje janë një takim me historinë në kuptimin më të vërtet fjalës. Dhe Vlora nuk duhet dhe unë kam shumë besim që nuk do të mungoj në këtë takim me historinë. Vlora unë kam shumë besim që do t'i qaset 11 majt më e bashkuar se asnjëherë, duke i kapërcyer hendeqet e përgjithshme të shqiptarëve që janë hendeqe politike, që janë hendeqe krajnore, që janë hendeqe partijake, duke kapërcyer edhe hendekun karakteristik tradicional të Vlorës, që është hendeku i inatit, kush jam unë e kush je ti, dhe duke u bërë bashk për t'i dhënë Partisë Socialiste një fuqi të re, jo për vete, jo për Partinë Socialiste, as për deputetët e Partisë Socialiste, as për karriget e ministrave të Partisë Socialiste, as për mua, jo, por një fuqi të re për të përmbyllur negociatat e antarësimit Bashkimin Evropian brenda vitit 2027 dhe për ta ulur Shqipërinë në sallonin kryesor të Shtëpisë së Evropës Bashkuar brenda kësaj dekade. Ky është takimi me historinë. Ky është mesazhi që duhet t'jap Vlora si një vend ku historia ka kaluar jo një herë. Dhe unë nuk besoj se rastisht ka zgjedhur Vlorën. Historia zgjodhi Vlorën për të ngritur flamurin e pavarësisë, këtë flamur që unë do t'ju lutesha shumë të çoni të tërë në këmbë dhe ta valvisni gjithashtu e gjithë Shqipëria. Historia zgjodhi Vlorën për të marrë shumë gjak këtu të pastër shqiptari në luftën nacionale shqiptare. Historia e ka zgjedhur Vlorën përsëri dhe unë dua shumë të besoj që vlonjatët dhe vlonjatet nuk do të mungojnë në takimin me historinë. Dhe ky është momenti për t'ju thënë se ky takim, ky rreth këtu ka një veçori. Bashkë me ne, bashkë me ju, socialistët janë dhe disa të tjerë. Vajza dhe djem që kanë ardhur nga ana tjetër, nga forumi i rinisë demokratike të Vlorës. Dhe janë këtu sot si një shprehje e vullnetit për Vlorën përtej të majtës dhe djathës, për Vlorën përtej ngjyrave të partive dhe përtej dasive të vjetra, për Vlorën e vajzave, e djemve, e burrave dhe e grave që duhet ta marrin përsipër përgjegjësinë, duhet ta marrin përsipër detyrën, duhet ta marrin përsipër misionin që të ngrihen mbi veten dhe të bëhen një grusht i vetëm, duke e mbledhur këtë dorë për të mos e lëshuar fatin evropian të Shqipërisë. Dhe për t'i dhënë një mesazh shumë të fortë Europës, për t'i dhënë një mesazh shumë të fortë të gjithë Bashkimit Evropian, që ne, populli i Vlorës, të bashkuar, ne, populli i Shqipërisë, të bashkuar, ne vlonjatët, shqiptarët, duam që Shqipëria të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian tani, nuk duam të presim më. Dhe Vlora në 11 maj duhet ta meritoj buzëqeshjen e nënës Shqipëri.